Dashuria nuk përfundon me vdekje, postimi prekës i Selvijes për Shpat Kasapin. Ndarja nga jeta e këngëtarit të njohur Shpat Kasapi ka qenë tronditse për familjarët, miqt, kolegët dhe publikun. Mes lotëve dhe dhimbjes, familja e tij ka ditur të transmetoj mesazhe të forta ringritje. Së fundmi, bashkëshortja e tij, Selvi Jaho, ka bërë një postim prekës në profilin e saj në Instagram. Ajo shkruan se kujtimi i Shpatit e mbush me lot, por edhe me shpresën se një ditë do të takohen sërish. Ka momente kur bota është e qetë dhe e papritur, kujtimi tyre të godet në zemër si një vale heshtur, t'i kujton buzëqeshjen e tyre, zërin e tyre, mënyrën si të qetësonin shpirtin, dhe ashtu në çast po përpiqesh t'i mbash lotët, ndërsa përshpërit një lutje që vetëm Allahu e dëgjon. Në atë moment të kujtohet, dashuria nuk përfundon me vdekjen, ajo thjesht pret për ribashkim në xhenet, inshallah, ka shkruar Selvia në postimin e saj në Insta Story.